Dimri dhe Bora i kanë disa rregulla shumë strikte me që të dashur në Gjermani, të cilat duhet të dini, sepse dënimet vërtet mund të shkojnë nga 5 euro deri në 50.000 euro, varësisht nga dënimi dhe qyteti ku jetoni. Fjala është pra për gjoba për shkak të mos respektimit të rregullave në komunikacion, apo për shkak të mos pastrimit të rrugëve para shtëpive dhe banesave tuaja. Por të nisem nga rregullat më të thjeshta dhe gjobat më të ulta. Pra për shembull, nëse udhoni me makinë, sikur unë tani, dhe nuk shihen targat, gjoba është 5 euro. Nëse nuk i keni pastruar xhamat përpara, si duhet, dhe shikoni për shembull vetëm përmes një vrime, dënimi është në Gjermani 10 euro. Nëse e ngisni makinën me borë në kulm, gjoba është pra 25 euro, ndërsa gjobat shumë më të larta janë nëse para nisjes, sikur unë tani e ndizni makinën dhe e leni në vend që të ngrohet, sepse për këtë duhet të paguani 80 euro. Më në fund, nëse dilni në trafik me goma të verës, mund të dënoheni deri me 60 euro dhe me një pikë në Flensburg. Të gjitha këto dënime vlen natyrisht vetëm nëse ju ka policia, por të kuptohemi shumë mirë. Dënimet mund të jenë shumë më të larta nëse për shkak të fajit tuaj, pra për shkak të mos respektimit, për shkak të xhamave apo kulmit dhe gomave të papërshtatshme për dimër ndodh ndonjë aksident, në veçanti me dëme materiale apo njerëzore. Të mos flasim tani për rreziqet personale dhe rrezikimin e jetës suaj dhe të udhëtarëve të tjerë natyrisht. Por Gjermania ka rregulla të tjera në dimër që duhet të respektohen. Për shembull, personat që kanë shtëpi apo banesa duhet të pastrojnë borën para shtëpive të tyre, ndryshe mund të gjobiten shumë rënd. Trotuarat ku kalojnë këmbësorët, për shembull, para shtëpive tuaja, duhet të jenë të pastruara nga ora 7 e mëngjesit deri në ora 20 në mbrëmje gjatë ditëve të punës. Ndërsa të dielën dhe në ditët e festave duhet të pastrohen nga ora 9 deri në ora 20. Nëse bie borë shumë, sikur që po ndodh këto ditët e fundit, duhet të pastrohen disa herë në ditë rrugët. Kam atje dhe për masa të sakta, se sa duhet të jenë për shembull rrugicat ku duhet të kalohet, por të mos ju lodh tani me detajet të tepërta. Kryesorja është, duhet të dini pra që në Gjermani duhet që një pronar të pastroj rrugët para shtëpive apo banesave të tyre. Pastrimin duhet ta bëni pra vetë. Por natyrisht nëse angazhoni shërbime të caktuara për pastrim, ju nuk keni nevojë për shërbimet e caktuara. Ndryshe gjobat mund të jenë, siç e thash, shumë të larta nëse dikush rrëzohet dhe pëson lëndime. Por këto gjoba varen natyrisht edhe nga vendi ku shkojnë dhe ku jetojnë, dhe shkojnë madje deri në 50.000 euro. Për shembull, në Rheinland-Pfalz dënimet janë rreth 5.000 euro, në Hamburg deri në 50.000 nëse nuk i pastroni rrugët para shtëpive tuaja. Ndaj kujdes pra rregullat nëse dilni me makinë në rrugë, apo nëse keni ndonjë shtëpi dhe banesë tuaj në dimër në veçanti. Këto janë pra rregullat dhe dënimet, ndërsa unë ju uroj natyrisht rrugë të mbarë dhe ju uroj që të keni sa më pak telashe në dimër dhe kujdes, sepse me rëndësi është pra që të jemi sa më të kujdesshëm në rrugë dhe që të mbërrim, nuk është me rëndësi edhe tepër nëse mbërrim tepër shpejt apo ngadalë, por me rëndësi është që të mbërrim të sigurt. Faleminderit dhe mirupafshim.